Tërmeti fuqishëm në Itali shkon në 21 numrit plagosore. Bilanci I të lënduarve nga tërmeti me magnitud 4.7 të shkallës Richter që goditi mbrëmjen e kaluar zonën e Campi Flegrei pranë Napolit ka arritur deri në 21 persona deri tani, 2 prej të cilëve ndodhen në gjendje kritike. Lëkundjet të regjistruar në orën 19:46 konsiderohen më të forta në 40 vitet e fundit në një zonë vulkanike që është shoqëruar me sqari. Pas goditjes, sismografët kanë regjistruar rreth 50 lëkundje të tjera me intensitet të ndryshëm, duke mbajtur banorët në ankth. Tërmeti ka shkaktuar shëmbje dhe dëmtime të shumta në ndërtesa, ndërsa 22 familje janë detyruar të largohen nga banesat e tyre pasi janë shpallur pa banueshme. Shumë banorë të tjerë kanë zgjedhur të kalojnë natën jashtë nga frika e lëkundjeve të reja. Dëmet më të mëdha janë raportuar në Pozzuoli, ku një pjesë e murit të një ndërtese në Via Paloghesi është shembur. Gur të mëdhenj për shtufi janë shkëputur nga gotina dhe kanë rënë mbi disa automjeteve të parkuara, por fatmirësisht pa shkaktuar viktima. Në disa zona të Pozzuolit janë regjistruar dëmtime të fasadave të ndërtesave, ndërsa autoritetet kanë nisur shpërndarje në ujë të furnizimeve bazë për banorët. Prefekti I Napolit Michele Di Bari ka aktivizuar qendrën e koordinimit të ndihmës, ndërsa njësia e krizës drejtuar nga shefi I Departamentit të Mbrojtjes Fabio Siciliano është mbledhur me njerë në menaxhimin e situatës. Në Napoli dhe Pozzuoli janë ngritur zona pritje për banorët e evakuar, ndërkohë autoriteti portual ka bërtëditur se skela e Pozzuolit është dëmtuar dhe nuk mund përdoret, duke sjellë pezullimin e përkohshëm të shërbimeve të tragete dhe hidrofoileve drejt ishëve. Kryeministra italiane Meloni po ndjek nga afër situatën dhe zhvillimet me njësinë e krizës, ndërsa ministri I Mbrojtjes Civile Nello Musumeci deklaroi se gjitha strukturat operative janë në koordinim të plotë.